Në Vlorë me sa duket nuk kanë fund çudit. Një projekt i cili ishte për të krijuar vendkalimet e këmbësorëve në rrugën transballkanike, po kthehet tashmë në një çudi për qytetin e Vlorës. Dhe shohim se si mund të kalojnë këmbësorët, ku është bërë edhe betonizimi, shtrimi i pllakave për vendkalimin e tyre në rrugën transballkanike dhe ata vinë dhe përballen me kangjëllën barierën anësore. Ndërkohë që vijat e bardha vazhdojnë edhe në anën tjetër. Si mund të kalojnë këmbësorët në këto kushte nuk dihet ende, por çudia me sa duket vazhdon. Ajo se çfarë ka ndodhur është tepër e thjeshtë. Firma e cila po realizon projektin për vendosjen e barierave anësore në trafik ndarse, ashtu si në të gjithë gjatësinë e transballkanikes, ka lënë disa hapësira boshe për të kaluar qytetarët, pa vendosur në to barierat prej ekuri. Kjo bëhet për qëllimin e thjeshtë se në zonat ku ka më tepër popullim, banesa apo biznese, ju krijohet lehtësi qytetarëve që të kalojnë në një vend të sigurt nga njëra anë e rrugës në tjetrën. E njëjta mënyrë pune ka ndodhur edhe këtë herë. Firma ka lënë një hapësirë të përcaktuar, thuajse në mesin e segmentit, nga rreth rrotullimi Çoles deri tek parku i Tregtisë. Ndërmarrjet në varësi të Bashkisë së Vlorës kanë kryer aty pastrimin e pjesës së gjelbëruar për të garantuar hapjen e këtij korridori dhe më pas është kryer modifikimi për këmbësorët duke e kthyer në një vendkalim të mirëfillt. Pasi është kryer e gjithë kjo punë, aty janë krijuar edhe vijat e bardha, ku mund të kalonin këmbësorët, por pa asnjë arsye, shkak, madje nuk ka asnjë informacion nëse i është kërkuar diçka e tillë ose jo. Kjo firmë ka vendosur barierat anësore prej ekuri në vendin ku më parë ka lënë hapur si të përcaktuar për këmbësorët dhe sot jemi në situatën që vijat e bardha janë aty. Korridori në trafik ndarse i krijuar nga ndërmarrjet në varësi të bashkisë ka përfunduar së ndërtuari, por barierat prej ekuri pengojnë gjithçka. Praktikisht, qytetarët shohin vijat e bardha, kalojnë nga njëra anë e rrugës në tjetrën dhe më pas pengohen nga bariera prej ekuri, duke mos patur mundësi të hidhen në krahun matan. Me pak fjalë, në këtë situatë nuk di se çfarë të bësh më parë, të qash apo të qeshësh, duke si diçka pa rëndësi, por në këto pjesë ndodh që shumë prej qytetarëve ka përcejnë edhe kangjëllat, duke mos zgjedhur që të kthehen pas dhe duke u hedhur nga njëra anë e rrugës në tjetrën, pikërisht në këtë vend. Ndoshta edhe me të drejtë, sepse aty janë vizimet e bardha dhe nuk dihet si ta përcaktosh, si vend kalim këmbësorësh apo vend ku nuk duhet të kalosh. Gjithë kjo anomali për diçka të thjeshtë, zgjidhje shumë thjeshtë dhe madje nuk duhet të kishte ndodhur fare. Vlen të theksojmë edhe faktin që projekti për ndërtimin e barierave anësore mbrojtëse, krahas vonesave që ka shkaktuar si projekt, po ecën me ritmet e breshkës, ka sjellë tepër anomali, pengesa në qarkullimin rrugor. Punimet të tilla në shumë raste kanë kaluar edhe në kufit e qesharakes të pashpjegueshmes me episode që kanë ndodhur përgjatë avancimit të tyre.